Aurontare që kryesisht merret me turizmin, historinë, her pas here me arkeologjinë apo gjurmë të tjera të holumtimit, këtë javë solli në vëmendje një rast real të reformave dhe ndërgjegjes politike që kanë prodhuar një histori të mirëfillt suksesi. Është rasti për Singaporin, të cilin Tare sjell në një analizë të publikuar në llogarinë e tij në Facebook. Mua më tërhoqi vëmendjen kjo analizë dhe vendosa t'i kushtoj hapësirë në revista MCN për ta ndarë edhe me ju. Auroni është tani online në fakt nga Bostoni i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ndodhet aktualisht. Përshëndetje. Faleminderit Auron që je në revista MCN. Përshëndetje Denis. Sikurse bëra një parantezë të shkurtër, më tërhoqi shumë qasja që kishe sjell në vëmendjen e publikut për rastin e Singaporit, që u shndrua nga një historie, një vendi që rrekej të jetonte, të ekzistonte, të ecte, në një histori suksesi edhe, le të themi, shkëlqimi. Përse Singapori dhe përse mendon se duhet aplikuar në Shqipëri ajo metodë që është aplikuar edhe në një vend me kulturë dhe kushte të tjera nga tonat? E para Denis, unë e solla modelin e Singaporit bazuar sigurisht dhe në debatet e fundit, në ngjarjet e fundit që kanë ndodhur në Shqipëri, si një kontrast të një vendi i cili deri para 50 vjetëve ishte një nga vendet më të varfra në botë, ishte një ishull me peshkatarësh, dhe jo se ishte në një gjë e keqe të jetosh në një ishull peshkatarësh, por një vend i cili nuk njihej, ish koloni britanike e administruar mjaft keq nga japonezët gjatë luftës, me përpjekje të mëdha për të ecur përpara, dhe diku nga vitet 60, 63 në mos gaboj, një djalë i ri i ardhur nga i edukuar në Cambridge, vjen, përfshihet në politik dhe vendos të vërë fatin e vendit të tij përpara vetes tij. Dhe brenda 50 vjetëve e shndroi atë ishull të mirë, do të thosha, në një nga 7 tigrat e Azisë, si quhet, një nga vendet me ritme shumë të larta ekonomike, por jo vetëm. Është një vend i cili ka një shëndetësi jashtëzakonisht të mirë, të krahasuar me vendet më të mira në botë, ka një arsim nga më të mirat në botë. Unë kam pasur fatin të isha atje 3 javë jepja leksione në Universitetin Shtetëror të Singaporit, i cili unë nuk e dija, ignoranca ime sigurisht, por kur shkova, mora veshja ishte MIT-ja e Azisë. Pra ishte një nga shkollat më të mira në botë për teknologjinë, fushën e kërkimeve shkencore, etj. Ishte një vend i cili, qofse ti bështyje për tokë, nuk shikoje policë në rrugë, po të vinte fatura e gjobës të hoteli apo të dera e shtëpisë. Ishte një vend shumë i sigurt, një vend i cili ishte me popullata të ndryshme, pra raca të ndryshme, gjuhë të ndryshme, por të vetë identifikuar si Singaporeans. Mos haroj për shembull që edhe themeluesi apo pronari i TikTokut për shembull vjen nga Singapori. Pra, për koincidencë, po. Vendi i cili ka një zhvillim jashtëzakonisht lartë teknologjik. Okay. Si u bë ky vend? U bë me reforma të thella, antikorrupsion, të gjithë gjërave të ndryshme të cilat e gryen shoqërinë tonë, në rastin po flasim për Shqipërinë. Ishte një vend për shembull që unë dhe listova aty dënimet me vdekje që jepeshin nëse kapej me një sasi shumë të vogël droge, apo merreshe me trafik droge në Singapur, dënoheshe me vdekje. Pra, të gjitha këto sigurisht, sepse ka dhe kritika, dhe me të drejtë, ka kritika për udhëheqjen që ka bërë lideri i 31 vjeçar i Singaporit, sigurisht ndaj të drejtave të njeriut, ndaj të drejtave të shtypit, ndaj drejtave të demokracisë etj. Por, kur shikon balancën e zhvillimit të vendit,
mendohesh. Pra ti thua që qëllimi justifikon mjetin në një kuptim, në këtë lloj analize. Tani, ju sapo e përmendët dhe dua ta kthej në vëmendje se a është kjo mundësia dhe si mund ta bëjmë. Shumë element që ka në analizën që keni parashtruar, unë i lexova me shumë vëmendje, në fakt janë produkti i represionit, ju sapo e përmendët. Dhe vetë fakti që kemi një njeri që qëndron 31, pra 3 dekada në pushtet, pra në një farë mënyrë është një lloj diktati në vete edhe kjo gjë. A është imponimi, pra dhe dhuna si element i vetëm i zgjidhjes, pra ne do na duhet mendojmë tani për një diktator tjetër që të na fusi në rrugën e dur, pra një diktator që mendon për të mirën e popullit, që po, fut dhe dënimin me vdekje, edhe pse ne jemi antarë të Këshillit të Evropës, që nuk na lejon konventa e drejtave të njerëzit që ta aplikojmë etj etj. Pra, si me thënë, ka vdekur mundësia e ndërgjegjes, që ne ta bëjmë me ndërgjegje, koshiencë, këtë gjë? Shiko, është pyetje shumë e mirë, shumë interesante. Dhe sigurisht në momentin që unë e solla të analizë, shumë miq mi më kanë shkruar këtë javë, dhe pikërisht në pak a shumë në të njëjtin kontekst si ty kanë bërë ata pyetje të ndryshme. Dhe sigurisht ka vend për refleksion. Unë nuk mund të them që ne duhet marrim modelin e Singaporit për ta sjellë në Shqipëri, por ne duhet fillojmë të reflektojmë se çfarë po ndodh me kombin shqiptar, me vendin e Shqipërisë. Çfarë ndodh me Shqipërinë? Shikoni pse po ikin njerëzit. Shikoni pse është shkretuar zonat rurale. Shikoni pse, nuk e di, 1 milion banor nuk janë më në vend. Shikoni korrupsionin e jashtëzakonshëm të lartë që po ndodh në Shqipëri. Në një vend i cili ka të gjitha resurset e mundshme, mund të zhvillojë një turizëm të jashtëzakonshëm, mund të zhvillojë industri të ndryshme, mund të kthehet në një Bujqësia. Të gjitha. Domethënë, është një vend i cili ka diell. Unë këtu u bëra kam 2 javë, nuk e kam parë diellin akoma, është -12 këtu ku jam unë. Pra, është një vend me jashtëzakonshëm në mesdhe, dhe është në mesdhe, nuk është në një ishull ande nga Azia. Por modeli, mendoj unë, i zgjedhur në Singapur ishte si thua vendosja e fatit të kombit përpara fatit personal të atij që bëri këtë revolucion, nëse do thosha në tojza. Duhet të thënë diçka shumë interesante, që unë aty vendosa në analizë, cituat, vendosa dhe mënyrën e jetesës dhe filozofinë e liderit të Singapurit, liderit famshëm të Singapurit, një njeri i cili jetonte në një shtëpi shumë të thjeshtë, udhtonte me biçikletën e tij të vjetër, i qepte vetë rrobat. Pra ishte ai i pari që vendosi standardin për të krijuar modelin. Ishte një shembull për vendin e tij, i cili bazuar në këtë shembull, në këtë model, në një njeri i cili sipas bashkëkohësve dhe familjes vet jetonte në një mënyrë jashtëzakonisht shumë të thjeshtë. Njëri i cili nuk udhtonte me avion privat apo me avion të tjerë, udhtonte në këto normale, vetëm në rast të delegacioneve. Pra, si thua, po e thjeshtoj pak për të kuptuar që modeli i leadershipit të Singapurit ishte një mjet frymëzimi dhe për reformat e mëdha. Ai forcoi për shembull byron kombëtare të timeve që kemi ne, ai e forcoi dhe e solli në përmasa të jashtëzakonshme, forcoi ushtrinë. Ushtria e Singapurit është e pajisur me teknologjinë më të fundit, nuk është e veshur me rrobat e falura nga depot e fqinjve, apo me këpucë të vjetra, po, apo me ushtarak të cilët bëjnë tendera për një kapele 250 euro. Pra, vuri kombin, vuri vendin përpara interesave të gjitha të vetat dhe të gjithë pjesëtarëve të qarkut të tij. Pyetje, unë jam i bindur që me siguri ka individ që kanë edhe karakterin dhe personalitetin e fortë dhe bindjen, madje dhe vizionin për ta bërë këtë lloj modeli. Jo tipologjikisht kështu, me këtë mënyrë, por si ndërgjegje ose si filozofi për të arritur këtë qëllim final. Pyetja ime është kjo. Është populli
që e prish udhëhesin, pra e kemi udhëhesin, e marrim me gjithë këto, si themi, karakteristikat që unë përshkrova, me gjithë qëllimin e mirë, madhor, dhe vjen të një popull i cili në fund fare është një popull që edhe në kohën e diktaturës vidhte. Pra, ne kemi pasur profesor që ikni nga katedra, po merrni një letër A4 me vete, një laps, një gomë që ishte e institucionit, po bëj simbolika. Kishim një inxhinier që merrte pak graso ose pak vaje çonte te shtëpia. Kishim një person tjetër që punonte tek kombinati ushqimor që merrte 2 komposto i fuste dhe i çonte. Pra, është vetë shoqëria që e prish dhe individin, apo individi i imponohet kësaj shoqërie dhe e çon në drejtim paditur? A e ke menduar ndonjëherë këtë gjë? Unë e kam jetuar atë kohë që ju sapo e cituat dhe është shumë e vërtetë ajo që thatë. Por ka një gjë. Në Singapur, dhe përsëri doja të thosha që nuk po bëj një analogji për të marrë Singaporin dhe për ta sjellë në Shqipëri, po për të krijuar, për të ndriçuar, si thua, modele të cilat janë aplikuar në vende të ndryshme një sukses të jashtëzakonshëm, edhe në vende që s'kan absolutisht asnjë lloj krahasimi me ne për sa i përket resurseve. Tani ti kthehem pyetjes tuaj. Ajo që ju përmendët, si thash, është shumë e vërtetë, po ka një ndryshim. Në Singapur sot jetesa është jashtëzakonisht e lartë. Siç thash, unë kam qëndruar atje dhe kam parë. Pra, mirëqenia e popullatës ishte e tillë e cila nuk kishte nevojë që të merrte kompostot apo letrat apo etj. Pra sigurisht ajo që ndodhi në kohën e diktaturës bëhej nga varfëria. E kuptoj shumë mirë. Ndërkohë që sot shteti paguan të gjithë administratën në mënyrë më të mirë të mundshme, pra për të jetuar, për të garantuar një jetë shumë të mirë, për të mos u përfshirë në korrupsion, sepse duhet të thënë që Singapuri ishte një vend jashtëzakonisht shumë i korruptuar, një ish koloni britanike, më vonë japoneze, dhe atje korrupsioni kishte qenë jashtëzakonisht i thellë. Fakti që ata i mshuan kaq fort luftës ndaj korrupsionit, duke filluar dënuar njerëz të përfshirë, duke dënuar njerëz të krimit organizuar, duke dënuar zyrtar deri ministra, i kanë përshkatuar pikërisht për të ndaluar korrupsionin. Dhe sot, të paktën unë europianët dhe amerikanët që takova në Singapur, përfshirë një mikeshën time të rinis e cila jetonte atje prej 5 vjetësh, bankiere angleze, më thonin që administrata e Singapurit ishte një nga administratat më eficiente që kishim parë ndonjëherë. Dhe duhet të thënë një gjë, modeli i Singapurit ka frymëzuar Kinën. Lexoni me kujdes, unë kam qenë shumë si thua i interesuar dhe kam lexuar që sipas historianëve të kohës, Kina ka pasur shkëmbime shumë të forta me Singapurin, pikërisht për t'i marrë konceptin e një shteti të fortë që mund të zhvillojë ekonominë kapitaliste. Qartë. Atëherë, në mënyrë të përkufizuar, po e ndërtoj dhe një herë, ose po ta riadresoj dhe një herë pyetjen, për një përgjigje të shkurtër, na duhet një lider i fortë apo një popull i përgjegjshëm? Unë mendoj që duhet një shembull leadershipi moral. Pra, një njeri i cili vendos, dhe një klasë politike e cila vendos vendin, kombin, përpara interesave personale. Shikoni çka ka ndodhur këto 30 vjet. Shikoni leadershipin politikës shqiptare, të cilët kanë ardhur me duar në xhepan politik dhe ende nuk po largohen me vila, me avion, me pallate etj. Pra fakti që në momentin që leadershipi politik shqiptar pasurohet në kuriz të taksave, të resurseve të popullit, ky model ka dështuar. Është evidente. Pra shikoni, ne jetojmë në Shqipëri, e dim shumë mirë, e njohim shumë mirë çfarë ndodh, është vend i vogël. Dhe momentin që leadershipi politik e shet lojën
në momentin që policia shet kolegët e vet, në momentin që shërbimi sekret shet njerëzit e vet tek bandat, tek njerëzit që merren me drogë etj, ai model ka dështuar, ai vend ka dështuar, prandaj po ikin njerëzit. Qartë. Prandaj nuk jetojnë më njerëzit në Shqipëri. Okay. Dhe po ikin njerëz të cilët janë mirë nga gjendja ekonomike, nuk kanë nevojë të ikin dhe po ikin. Pse? Se po kuptojnë që vendi nuk ka të ardhme. Dhe për këtë arsye mendoj unë, duhet një model si Singapori, i cili vjen dhe bën një reform apo një revolucion, quheni ju si të doni, dhe këto prallat me demokraci, mendoj unë, nuk kanë më vend në Shqipëri. Për mendimin tim, prallat me demokraci nuk kanë më vend. Duhet një reformë e cila ndryshon tërësisht konceptin e vendit. Atëre, siç e përktheva kështu, na duhet një ndërhyrje radikale që stopon të gjithë procesin e rrejshëm të drejtave të njeriut, integrimin në Bashkimin Evropian, na duhet një 30 deri në 40 apo 50 vjeçar që të sistemojnë strukturën shoqërore, sociale dhe politike të vendit dhe pastaj të rikthehemi institucioneve ndërkombëtare, angazhimit në to dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Vetëm kështu unë e kuptoj mënyrën dhe qasjen që ju serviri nga pikpamja, le të themi ideologjike ose si një lloj teze sociopolitike për t'i dhënë zgjidhje kësaj gjendje që është sot në Shqipëri. Por ndryshe, duke qenë edhe antarë të Këshillit të Evropës, po edhe vendënime vdekje në këtë gjë se bëjmë dot. Atëherë duhet stopojmë gjithë to impenjime që ne kemi dhe detyrime ndërkombëtare, të rivendosim vendin në kolona bazë të shëndetshme nga të gjitha pikpamjet ekonomike, politike, ligjore, sociale gjithashtu, dhe pastaj të futemi në një proces normal të antarësimit, nëse do ishte nevojshme në strukturat pan-europiane dhe gjithçka tjetër. Nuk e di nëse përktheva gabim, më thuaj po ose jo që ta mbyll këtë bisedë. Fakti që vendi është në atë situatë që është, tregon se të gjitha këto që përmendët ju nuk po funksionojnë. Ju i thatë dhe unë thjesht i konkluzova, po. Po, në rregull pra, këtë po të ndonë, fakti që jemi këtu ku jemi, tregon se të gjitha këto lulet e bukura dhe idet me demokraci nuk po funksionojnë. Pra duhet një ndërhyrje radikale për të ndryshuar vendin. Okej, dhe që të ketë ndërhyrje radikale, duhen mendje radikale dhe njerëz kurajoz. Derisa këto nuk na janë shfaqur, ne nuk kemi se si të ëndrojmë. Duhet të presim e të shikojmë. Faleminderit Aurontare, kënaqësi biseda me ty. Të mirëpres që të diskutojmë sërish ose për këtë ose për çështje tjera, sepse gjithmonë biseda është kënaqësi në vete me ju.